planeti po përjeton një krizë pa precedent. Oqeanet kanë thyer rekorde nxehtësie për 9 vite radhazi. Akullnajat po shkrihen me ritme alarmante dhe moti ekstrem po merr çdo vit mijëra jetë. Shkencëtarët paralajmërojnë se njerëzimi ndodhet në një pikë kritike, ku çdo vonesë në veprim mund të ketë pasoja të pakhthyeshme. Raporti më i fundit i Organizatës Botërore të Meteorologjisë për vitin 2025 konfirmon se klima globale është më e çekuilibruar se kurrë më parë. Sipas të dhënave, dekada 2015-2025 rezulton më e nxehta e regjistruar ndonjëherë, ndërsa temperaturat globale vijojnë të qëndrojnë mbi nivelet paraindustriale. Një nga treguesit më shqetësues është ngrohja e oqeaneve. Për të 9 vit radhazi, temperaturat e tyre kanë arritur nivele rekord, duke përthithur rreth 90% të nxehtësisë së tepërt në planet. Kjo situatë po shkakton pasoja të rënda në ekosistemet detare, duke çuar në zbardhjen e koraleve, uljen e rezervave të peshkut dhe kërcënimin e furnizimit ushqimor për miliarda njerëz. Në të njëjtën kohë, akullnajat dhe shtresat e akullit në Arktik dhe Antarktid po tërhiqen me shpejtësi. Humbja e tyre jo vetëm që rrit nivelin e detit, por rrezikon drejt për drejt qytetet bregdetare dhe jetën e miliona njerëzve në mbar botën. Raporti evidenton gjithashtu një fenomen alarmant, çekuilibrin energjetik të tokës. Kjo do të thotë se në sistemin planetar hyn më shumë energji nga dielli se sa largohet, duke krijuar një efekt batanie nga gazrat serë që mban të bllokuar nxehtësinë. Ekspertët theksojnë se ky çekuilibër është rezultati drejt për drejt i aktivitetit njerëzor, kryesisht djegjes së lëndëve fosile si nafta, gazi dhe qymyri. Dioksidi i karbonit ka arritur nivelet më të larta historike dhe vazhdon të rritet, duke përkeqësuar krizën klimatike. Çdo tregues kyç i klimës ka kaluar në zonën e kuqe. Kjo nuk është më rastësi, por një thirrje urgjente për veprim, është shprehur sekretari i përgjithshëm i OKB-s, Antonio Guterres. Pasojat e kësaj krize janë tashmë të dukshme në çdo cep të globit. Gjatë vitit 2025, valët ekstreme të nxehtit, zjarret në pyje, përmbytjet dhe ciklonet tropikale shkaktuan mijëra viktima dhe dëme që kapin shifra miliardëshe. Ndërkohë, ndryshimet klimatike po ndikojnë drejt për drejt edhe në shëndetin e njerëzve, duke rritur përhapjen e sëmundjeve dhe duke ekspozuar mbi 1/3 e fuqisë punëtore globale ndaj temperaturave të rrezikshme. Kriza po përkeqëson gjithashtu varfërinë, mungesën e ujit dhe migrimin masiv. Vetëm në dekadën e fundit, rreth 250 milion njerëz janë detyruar të zhvendosen për shkak të fatkeqësive natyrore. Shkencëtarët paralajmërojnë se rikthimi i fenomenit El Niño mund të çojë në një rritje edhe më të madhe të temperaturave globale në muajt në vijim, duke intensifikuar motin ekstrem. Sipas marrëveshjes së Parisit, kufiri kritik për të shmangur pasojat më të rënda është 1.5 gradë Celsius mbi nivelet paraindustriale. Por të dhënat tregojnë se bota po e afrohet rrezikshëm këtij kufiri. Mes këtyre zhvillimeve alarmante, ekspertët janë të qartë. E vetmja rrugë për të shmangur katastrofën është reduktimi i menjëhershëm i emetimeve dhe kalimi drejt energjive të rinovueshme. Në të kundërt, paralajmërimet janë të zymta. Pasojat e krizës klimatike mund të zgjasin për shekuj, duke ndryshuar përgjithmonë jetën në planet.